Unë disa ditë më përpara kam parë një postim tëndit në Facebook që ngrihej një çështje pikërisht për pabarazin e trajtimit të pacientëve në Shqipëri, ku disa, si është shprehje që mos më vjen ndërmend të njerëz të nënës, por a ndoshta kështu është, disa janë pacient si të gjithë ne që kur kemi një sëmundje ose një mjekim na thotë që kjo ilaç nuk gjendet në Shqipëri ose nuk është fare me rimbursim dhe po që duhet ta përballosh vet ose nuk është mjeku, nuk të kurojnë dot. Dhe ndërkohë ka disa pacientë që kanë fatin e mirë të tyre që të arrin të kurohen edhe jashtë Shqipërisë dhe të gjitha këto mbullimet e shtetit. Mund na shtjellosh pak? Atë shkrime kam bërë në një moment kur duke parë në internet, dëgjova që për profesor doktor Mira Rakacolli ishte ofruar një mundësi nga shteti shqiptar për të trajtuar jashtë shtetit. Kur e dëgjova si titull, mua më erdhi normalisht shumë mirë. Pra se po flasim për, si parim, po flasim për një mjek me përvojë, me shumë peshë, si akademik ashtu ndoshta edhe politike, që u përball me një sëmundje, unë nuk e di në mënyrë informale ose se nuk kam dëgjuar të thuhet diagnoza, por bëhet fjalë për një sëmundje jo të mirë, i është dhënë mundësia për një trajtim jashtë shtetit. Ba shumë bukur. Unë këtë e shikoj si diçka shumë të mirë. Pra, një mjek ose më saktë, një banor i Shqipërisë, shtetas i Shqipërisë, po ndihmohet për të dhënë një trajtim mjekësor. Këtu dhe i themi të shkuara, absolutisht të shkuara. Por po ta shikosh çik më në detaj ose ta analizosh si temë, bien shumë gjëra, bien ndesh me atë çfarë thuhet dhe çfarë bëhet. Atë, në radhë të parë, po flasim për një mjeke, e cila vendos ose i ofrohet një shërbim jashtë shtetit. Në radhë të parë, pse jo në Shqipëri? Pyetja shumë e thjeshtë. Pra, një banor i Shqipërisë është sëmur, ka marrë një diagnozë dhe për këtë gjë do i ofrohet shërbimi i jashtë shtetit për një shtetas shqiptar. Pyetja e parë, pse jo në Shqipëri? Pyetja e dytë, pse jo nga mjekët shqiptar? Pse po flasim për një mjekë, pra një mjekë po kërkon shërbim nga kolegët e vet, pra me të cilët dhe ka punuar. Kalojmë te një plan tjetër. Po flasim për një individ, për një shqiptar i cili ka marrë një diagnozë të caktuar dhe për këtë diagnozë ai ka nevojë në radhë të parë për diagnostik, pra për të kuptuar çfarë diagnoze ka dhe për terapi. Pra, po shkon jashtë shtetit dhe për diagnostik, me sa kam dëgjuar. Pra, diagnostika është le të diagnostikojmë sëmundje, le të zbulojmë çfarë sëmundje ka. Po, sepse ti kur merr informacione ose kur bën atë vizitën e pacientit, thua, "Ok, në rregull, unë dyshoj për këtë, le ta zbulojmë." Pra, le ta zbulojmë. Nuk e zbulojmë dot në Shqipëri. Pra nuk bën dot një diagnostik në Shqipëri. Ti si mjek thua, ok, do të bëj 1, 2, 3 analiza, siç e përmendëm, do të bëj 1, 2, 3 imazheri, do të bëj 5 CT, 5 skani, ajo e famshme 5 skan, që ofrohet në Greqi, në Maqedoni, ndoshta edhe në vende fqinje. Por Shqipëria nuk e ofron, pavarësisht se ne ofrojmë shërbim universitar dhe pretendojmë që ta ofrojmë edhe më tej në spitalin universitar Memorial Fierit. Pra, u ezaurua. Pra, kjo mjeke mori, me sa di unë, 30 milion lek të vjetra dhe përfit edhe për një plus 50 milion, në mos është konfirmuar, nuk i kam të informacione, për të trajtuar jashtë shtetit. Atëre, pse jo dhe një shqiptar i thjeshtë? Sepse po flasim këtu për zëvendësministën e shëndetësisë, ish zëvendësministën e shëndetësisë. Pra, për një personalitet, si në fushën akademike dhe politike, ndoshta edhe financiare, se besoj se ka punuar një jetë të tërë. Dhe si çdo mjek duhet të jetë i kënaqur me pagesën. Apo jo? Jo. Ajo mund të shkojë. Nëse një shqiptar i thjeshtë, në radhë të parë, nuk mund të diagnostikohet, besoj se skandalet e onkologjisë nuk kanë fund, dhe jo vetëm onkologjia, por edhe shumë spitale të tjera. Pneumologjia, sanatoriumi, nuk ofron bronkoskopi dhe bronkoskopi të realizohen në atë mënyrë. Theksojmë që në spitalin në Moskova ose Sanrad ose në Gjirokastër ofrohet shërbimi i bronkoskopisë. Pra, sonda e mushkërive. Nuk e di çfarë ka ndodhur këto vitet e fundit, ose çfarë shërbimi është ofruar. Por gjithsesi tani
ofrojmë. Përmirësuar. Pra, ofrojmë. Po në fjerë jo. Në fjerë, mos të dalë shumë nga tema, po në fjerë ekziston një bronkoskopi, pra mjeti ekziston, pajisja ose aparatura mjekësore ekziston, por nuk kam dëgjuar duke u bërë universitar do ofrohet po tjetër. Do sjellëm dhe një mjek I cili do do mësojnë ndoshta dhe dorën, por uroj jo absolutisht jo, por që të ofroj shërbimin e pneumologjisë bronkoskopin. Pra, kthehemi te tema e një ish zëvendësministre. Pra ti po thua, një ish zëvendësministre. Me titull akademik profesor doktor në mjekësi. Me absolutisht me peshë shoqërore, nuk tetohet në Shqipëri, ikën jashtë shtetit. Diagnostikohet jashtë shtetit, trajtohet jashtë shtetit me lekët me buxhetit të shtetit. Po, ndërsa një shqiptar I thjesht, dhe këtu kalojmë pastaj te pika tjetër që unë kam trajtuar ose më saktë që kam ngritur, dhe normalisht që të blua nga brenda, është që pse një shqiptar I thjesht nuk mund të marrë një diagnostifikim në Shqipëri, një trajtim shëndetësor në Shqipëri, të marrë një ilaç në Shqipëri, po duhet absolutisht të bëj hapin më klasik që bën shqiptar, shkon në bank. Hapi klasik që bën shqiptari para se të shkojë në spital, është ose ai të shkojë në bank ose familjari I vet të shkojë në bank, ose të shkojë sa lekë, sepse nuk mund të shkosh të duar bosh në spital se s'mund ta lësh vetë as mjekun duar bosh. Dakor. Pra pompohet një shëndetësi falas. Sepse ky ka qenë edhe slogani. Shumë bukur kur e mendon. Shëndetësia falas, shumë bukur. Shtet social, ashtu siç duhet të jetë. Pra shqiptari shkon, nuk pagon asnjë lek, sepse ka paguar sigurimin shoqëror dhe shëndetësore. Nuk pagon asnjë lek, shkon në spital, takon mjekun, takon infermierin që flet shqip, absolutisht po, dhe merr trajtimin e duhur. Jo, ky pacient duhet të shikojë sa lek ka në xhep. Duhet të kontaktoj një mjek I cili jep një diagnozë, le të themi, ose dyshon për një diagnozë, një sëmundje të keqe. Atëherë çfarë duhet bëj ky pacient? Në radhë të parë ky është I traumatizuar. Po përjeton një dramë, shumë të madhe, ka mundësi të humbas jetën. Dhe normalisht një person që haset përballet me këtë lloj sfide, ka nevojë për mbështetje. Normalisht mbështetjen ja jep familjari, por mbështetjen duhet të jap shteti. Dhe si ja jep shteti? Shteti ja jep mbështetjen një banori të thjeshtë të Shqipërisë, duke thënë mos u shqetëso, ofrojnë të gjitha, jemi spital universitar, nëse je në Fier ose nëse je në Gjirokastër, do të drejtohesh në Qesutër, dhe aty do të kemi të gjitha pajisjet. Do kemi pajisje si diagnostikuese si terapi. Pa do kemi mamografin, do kemi PET skaner për të thënë që okay, dyshon se mos është një sëmundje maligne, do të thënë sëmundje e keqe. Do të bëj një PET skan në raste të caktuar për të dyshuar kemi metastazë apo jo, që të themi kemi metastazë, kemi këtë linjë terapie. Dalim te terapia. Cila terapi ofrohet? Që në kohë kur unë isha student, në pavionit e hemato-onkologjisë, pra sëmundjet e gjakut, le të themi, hematologji, përflitet shpeshherë për fonde për tendra, normalisht unë isha shumë naiv, nuk I kuptoja këto gjëra. Pra që atëherë bëhesh fjalë si do I ofrojmë shërbimin mjekësor pacientit, si do e trajtojmë, çfarë ilaçi do t'i japim, çfarë ilaçi do t'i japim, cila protokolle do ndjekim. Sepse normalisht kur ke një sëmundje ke protokollet, protokolli është shumë të saktësuar që ka 1, 2, 3 hapa, sipas statit dhe skema kurimi. Skema kurimit, protokollet mjekësor. Protokollet mjekësor janë ikja e shtetit. Në qoftë se ti tani do ndeshesh si pacient, normalisht në Shqipëri ofrohen dhe shumë trajtime, dhe shumë terapi, ofrohen absolutisht. Por për hir të së vërtetës, unë ndërkohë që mund të shkoj në celular që I ofrohet shërbimi mjekësor personit caktuar në një shtet të caktuar, dhe si profesor doktor Mira Kosovë ka shumë, po të shikosh më poshtë ke një link ose një lajmërim nga faqet për shembull Jeta Shefe të tjera që thonë GoFundMe. Një personi, cili mund të jetë fëmijë, mund të jetë moshë caktuar, mund të jetë edhe moshatar, nuk ka problem, ka nevojë për 60.000 euro për një trajtim mjekësor, ka nevojë për 25.000 euro, ka nevojë për 40.000 euro për një trajtim mjekësor të specializuar. Pra, paradoksi që është që një person I cili është në vështirësi ekonomike, është në vështirësi së pari psikologjike, ka nevojë për një mbështetje dhe ka nevojë për një trajtim, ka nevojë për një shpresë. Ti thuat pacientit, po, ne kemi një mundësi, ka shpresë për rastin tënd,
Dhe këtë ta ofrojmë ne, ta zgjidhim ne. Jo, shpresa është jashtë shteti. Shpresa është kontakto me njerëzit, GoFundMe, mbledh parat dhe ik jashtë. Pra, ç'është ky dy standardsi? Pse duhet të jetë të tilla dy anë të medaljes? Kur shëndetësia duhet të jetë një, shëndetësia duhet të jetë falas. Për të gjithë. Për të gjithë dhe të gjithë jetojnë në Shqipëri. Po pra, gjithë jetojnë në Shqipëri dhe mbi të gjitha, pra mbi të gjitha ajo që ngreti si çështje është ata njerëz që janë më të dobtit financiarisht dhe pa pushtet, janë të parët që duhet bëshin pjesë e këtyre skemave të ndihmës që ne t'i kurojmë për gjithmonë ndihma shtetërore, dhe në qoftë se ne marrim një pacient që ka po të njëjta simptoma sëmundje si zonja që ju përmend, në qoftë se do të tërkasi sot në për mjekësinë shtetërore, nuk do gjej zgjidhje. Dhe do detyrohet të përfundoj, do vëri banesat prona të shitje, do hapi account si stegun, do flasë me familjarë, do shikoj... Do i hyjë një histori të pafund për të gjetur variacione për zgjidhjet. Po. Kurse një person i nderuar patjetër që ne vlerësojmë patjetër, por që ka dhe pushtet, që hapen dyrë ku do të roket, për çdo gjë do ta mbretëm shpejt në kohë, që me siguri do të jetë dhe mirë financiarisht, që në qoftë se shteti nuk e mbulonte dot, pra si fonde, ky person ndoshta mund ta zgjidhte edhe privatisht, ne pikërisht këtij vem ja japim këto pra ndihmën ekonomike për ta çuar jashtë. Pra këtu kemi dy gjëra, një mjekësia jon, as njerëzit e vet nuk uron këtu, pra njerëzit që ofron si shërbim, dhe mbi të gjitha nuk e ofron atyre që kanë vërtet nevojë. Si fillim duhet të duash ta bësh këtë gjë. Në qoftë se do e realizon, në qoftë se ti do të trajtosh shtetin si në shqiptar, duhet të duash ta bësh këtë gjë. Dhe këtë gjë pacienti e kupton shumë qartë që në momentin kur shkon në spital. Unë për shembull punoj në Gjermani, dakor. Punoj aty, më vjen një pacient, mund të vi se siç thash punoj edhe në ambulancë, por ka punuar edhe në stacione të ndryshme. Okej, dakor. Erdhi një pacient i cili dyshohet për një sëmundje të caktuar, do e shtrojmë në spital. Do flasim me pacientin, do i tregojmë një herë si është situata, çfarë shikojmë, çfarë dyshojnë e të tjera. Dhe do themi, hapat e radhës janë të tillë, do bëjmë 1, 2, 3 analiza. Pacienti informohet, normalisht çdo gjë është dokumentuar, kemi dokumentacion që është një temë që mund ta trajtojmë dhe ndoshta në episodin vazhdim. Pra, unë flas me pacientin, i tregoj çfarë dyshoj, çfarë kemi parë dhe çfarë duhet të bëjmë për të diagnostikuar dhe pastaj për të dhënë terapinë. I organizoj skanën, organizoj bronkoskopinë, organizoj marrjen e gjakut e të tjera dhe në fund fare i them pacientit, pasi marrim analizat e pacientit, dyshojmë për këtë gjë dhe u vërtetua. Atëherë në këtë moment pacienti nuk duhet bëj asnjë gjë, ka normalisht do informohet, në mos ai dhe familjarë përkatës, sipas situatave, dhe do i thuhet pacientit ose familjarë që jemi në këtë gjendje dhe do bëjmë këtë gjë, pacienti nuk do pagoj asnjë gjë, absolutisht jo. Flasim për gjithmonë për një shtet social, Dhe pacienti në atë moment dakord, ndihet mirë, ndihet i sigurt, ka shpresë, shpresa që shumë e madhe, fjala. Dakord. E mori diagnozën, ne flasim midis kolegëve, ose midis kolegëve ose midis pavioneve, pra multidisiplinar, siç e themi ne. Dhe pasaj i theme pacientit që do shkosh te pavioni përkatës, aty do marrësh terapinë. Nëse do më pyesësh sa le ka paguar pacienti deri tani, normalisht 0. Dhe në fund fare mund të dalim me terapinë dhe pasi u konsumua gjithë kjo, pra u ezaurua gjithë kjo pjesë, pacienti del, i jepet fletdalje e spitalit, ekziston dhe këtu epikriz, pra del me fletdaljen e spitalit dhe prezantohet te mjeku i familjes, i cili do ndjek hapat e mëtejshme dhe t'i organizojë ato gjëra. Dhe nëse përsëri më pyet se sa le pagon pacienti, 0. Përveç atyre recetave 10 euroshe. U konsumua. Pacienti mori terapinë, u diagnostikua, mori dhe terapinë sipas situatës dhe i urojmë të shkuara. Shumë thjesht. Flasim gjithmonë për një shtet, se zot të zgjatë, po flasim gjithmonë për një shtet i cili respekton banorën e vet. Nuk ka nevojë ta dojë, ta respektojë. Ta respektojë. Absolutisht. Sikur do,
Se shteti nuk është thjesht shtet, është një grup njerëzish. Edhe ata njerëz janë në fund ditës. Edhe ata ndoshta një ditë do përfundojnë se do plasin te mjeku se te spitali. Po ata i gjejnë zgjidhjen. Po, ata jetojnë në shtetin ose shqiptari do ri. Pra ne kemi një shtet që i ka njerëzit me kategori që s'kan vlerë dhe ta zgjidhin hallin si të duan, si të mundin punën e tyre, dhe një kategori që vjen gjithë mekanizmat e shtetit në lëvizje por të mundësuar atyre jetën sa më të qetë, sa më të siç duhet jetë. Siç duhet jetë, absolutisht siç duhet jetë. Dhe paradoksi është që këta të pavlerët janë ata që me taksat, me punën e tyre, hedhin lek në sigurimet shëndetësore shoqërore, por të mundësuar shërbimi shëndetësor, që ne themi falas, për të gjithë. Dhe kjo do të ishte shteti pra, mbledh nga të gjithë për ndihmuar atë që kanë tepër nevojë. Po, e në fund të ditës të pavlerët ja mund e ti. Po. Fiks, e ke përmbledhur. Dhe me këtë mua më kujtove para disa vitesh, nuk ka shumë vjet në fakt, por në një takim themi që një mik tjetër im ishte kthyer nga Gjermania për një fatkeqësi që kishte ndodhur në familjen e tij dhe në bisedët që bëm, ishin dhe të tjerë të afërm po që ktheheshin nga larg dhe u takuam shumë miq që kishin po që takosh. Ndër bisedat aty bëun e pyeta, sepse po i dëgjoj që pyesin shumë si është jeta në Gjermani. Sa vjet ke që i larguar ti? Thash kishte 3 vjet, a 4, diçka e tillë. Dhe i thoshin sa ke pagën, edhe i po përgjigjit, mos e s'marr ke shumë, s'bësh shumë. Mirë, tash më fal. Po me shëndetësinë si e ambientura ndi çfarë, si është shëndetësia? Shumë mirë është. I thash më fal, do të bëj një pyetje. Nuk do të punon mjekësie. Prandaj ky ishte bukur, ai punonte punë ndërtim. Dakor. Po ishte i kënaqur. I thash, meqense këta po akuzonin për pagën, nuk u dukej shumë disave. I thash, më fal, po për aspektin shëndetësor. Më thua se jo shumë mirë, po me shpenzime, po kujtoj, po kërkonte në kujtesë. Thash, sa vjet ke andej? Po mbi 3 vjet kishte. Jo, po kujtohem, tha, sepse në 3 vjetet sa, tha, unë s'kam paguar asnjëherë, tha, asnjëherë. Po vetëm njerë ta ka paguar 10 euro, por nuk e di pse. Pra, ka mundësi të jetë edhe kjo receta. Mund të ketë marrë një antibiotikë. Nuk e mbante mend, do të thënë ai me familje, me fëmijë, me të gjitha, në 3 vjetet sa, po mundohej të kërkonte, dhe aty këta të tjerë dhe se e lanë, nuk po i thoshin më që ti, u pagoke, nuk marrë ke shumë. Absolutisht. Ja diferenca pra e shtetit social, që lekët që ti mban ke paga, ti kthen pastaj në jetën e përditshme ato shërbimet që mundsohen nga ato lekë që na mbajnë ke paga. Doktor, të vazhdoj me pyetjet e lodhshme apo e lëm bisedën e lodhshme sepse ka shumë mjekësi edhe hallet e Shqipërisë. Ka shumë. Për në një bisedë tjetër që ne do të bëjmë dhe ndoshta këtu unë po të bëj një pyetje, themi që ta lidhim pak edhe me shoqërinë tonë. Sepse ne të dy, pavarësisht halleve të përditshme që mund të kemi, të dy kemi edhe merak dhe ecurinë e shoqërisë tonë që na rrethon dhe mundohemi me sa do pak të mundemi që të jemi pjesë e shoqërisë aktive që ngre dhe shqetësimet siç po bëjmë tani dhe herë të tjera ngre dhe shqetësimet e përbashkëta, duke munduar sa do pak të ndikojmë me aq sa të mundemi. Dhe me këtë aktualitetin tonë në Shqipëri, që është shumë e vështirë, është një ndër dhe arsyet që ty të ka çuar që e larguar, si ka çuar edhe shumë të tjerë para teje. Unë do doja që na e përshkruaj pak të aktualitet, por me një këndvështrim që më bëj edhe një krahasim, në qoftë se në Shqipërinë do ta shikojmë si një pacient të sëmur, dhe më bëj analogji me mjekësinë, domethënë çfarë sëmundje ka kjo Shqipëria jonë dhe si mund ta kuronim ne këtë pacientin e sëmur? Ne jemi në Shqipëri. Ne jemi në Shqipëri. Atëherë, dakor. Le të marrim një shembull, qelizën.
qelizat. Po. Atë, normalisht qeliza për të kryer një funksion caktuar duhet të specializohet. Pra, le të themi, për të qenë qelizë e zemrës, qelizë e syrit, qelizë e stomakut, e të tjerë, ndoshta edhe qelizë e lëkurës. Ti po thua që nga themi zanafilla e krijimit të embrioni aty po flet. Mund ta fillojmë, mund ta shikosh në çdo aspekt. Pra, një qelizë e cila do marrë funksion të caktuar. Pra, u formua embrioni ose zigota, le të themi, në zigot do krijohet embrion, se do shumohet e tjerë, dhe çdo qelizë pastaj do specializohet, sepse kemi nevojë për zemër, kemi nevojë për trup, kemi nevojë për sy, për çdo organ të mundshëm. Pra, fillon nga qeliza. Qeliza specializohet dhe kryen një funksion të caktuar. Supozo tani, dakor, tani po e kthej në analogji. Një qelizë e cila nuk merr një funksion. Nuk merr asnjë funksion, nuk funksionon, nuk do bëhet as qelizë semra, as qelizë syri, as qelizë mushkrie, as qelizë organ. Ka qeliza që nuk profesionalizohen, nuk specializohen. Qeliza kanë si funksion, do të thotë ato qelizë do mbjetojnë. Do mbjetojnë dhe do shumohen. Është gjë shumë e thjeshtë, cikli jetës, shumimi. Një qelizë bëhet 1, 2, 2 bën 4, 4 bën 8, 8 bën 16 e kështu me radhë. Formohet edhe normalisht një grup i caktuar qelizash, le të themi qelizë pa specializuara. Në shëndetësi kjo ka një emër, është një sëmundje që njihet nga të tjerë ose të tjerë kanë dëgjuar. Tumor. Pra, nuk do të përdor termi kancer sepse ka një konotacion shumë negativ. Pra, po qëndrojë termi tumor. Pra, tumori përfaqëson një grup të caktuar qelizash të cilat nuk marrin asnjë funksion. Deri këtu jemi të qartë. Çfarë ka të veçantë ky tumor? Ky tumor pra përbëhet nga një grup qelizash të cilat normalisht do të ushqehen. Normalisht do marrin vlerat ushqyese, do shkojnë gjaktë këto, do marrin sheqerin, do marrin oksigjenin e të tjera. Po normalisht ka dhe qeliza të shëndetshme, të cilat duhet marrin dhe këto vlera, apo jo. Por këto janë shumë dhe normalisht do kërkojnë dhe më shumë energji. Pra do kërkojnë më shumë resurse ose burime. Dhe le të themi do shtyjnë çik me bryla qelizat e shëndetshme. Dhe në këtë formë u formua një tumor aq i madh saqë qelizat e shëndetshme tashmë nuk kanë më vend. Sepse në atë nuk kanë vend dhe nuk do ushqehen, do ngortin, do vdesin. Tani çka ka karakteristike tumori? Tumori jo vetëm që shumohet në organin ku mori gjenezën, ku lindi, do azgjësoj qelizat e mira dhe do shpërndahet. Që në mjekësi i quajmë metastaza. Pra do shpërndahet, do shkojë edhe në organe të tjera. Është në stomak, do shkojë edhe në mëlçi për shembull. Do shkojë në gjëra limfatike. Do përhapet ku të mundet. Dhe çfarë kemi të bëjmë këtu? Kemi të bëjmë me një sëmundje të tillë që shëndeti i pacientit është në rrezik, sepse tumori ka metastazuar. Supozo tani kemi shoqërinë shqiptare. Në shoqërinë shqiptare kemi të këtu është çik ndoshta edhe vështirë për të kuptuar, por një njeri duhet të specializohet, duhet të marrë një zanat. Mund të marrë një zanat, mund të marrë një profesion, mund të bëjë një shkollë të lartë. Tani shoqëria shqiptare në këtë rast trupi i njeriut dhe njerëzit le të themi janë qeliza. Dhe njerëzit janë qeliza, që do bëjnë pjesë në këtë sistem që do quhet organizmi i njeriut. Shteti, kombi shqiptar, po shteti. Dhe kemi të bëjmë tani me disa njerëz të cilët nuk janë të specializuar, ose që ka një specialitet të veçantë, por shumohen ta. Normalisht qelizat shumohen në vetvete, nga 1 bëhet 2, 2 bën 4, ndërsa njerëzit ndoshta transmetojnë mendime. Gjë më e thjeshtë apo jo? Po, transmetojnë mendime. Dhe kemi të bëjmë me njerëz të pa specializuar, ose që edhe mund të jenë të specializuar, por në një mënyrë të caktuar, të cilat transmetojnë mendime shumë të bukura që ne mund të ushqehemi. Mund të ushqehemi. Mund të marrim pasuri, mund të marrim resurset. Dhe në këtë mënyrë do ushtohemi aq shumë dhe mund të hapemi kudo. Ti do të thosh kudo. Po do përhapemi në aq mua më dhëm shumë arsimi. Më dhëm shumë shëndetësia. Do përhapemi edhe aty. Do përhapemi në çdo organ të mundshëm. Do shpërndahemi në gjykata, në polici, në administratë, pse jo? Pra, në qoftë qelizat njerëzit e specializuar po merreshin me mjekësinë, po merreshin me arsimin, me drejtsinë, themi. Bukur shumë. To
ti po thua, ka disa njerëz që janë këta qelizët e spa specializuar që malinje që duke transmetuar këtë frym njëri tjetrit dhe krijon një grup në rritje, që thotë që ne mund të jetojmë shumë mirë pa punuar. S'ke pse punon. Dhe e bukur është se këto qelizë shumojnë aq shpejt. Është e vërtet, këto qelizë shumojnë të mirësisht shpejt. Dhe metastazojnë kudo. Pra ky mentalitet që të thuash s'ke pse punon, ti mund të ka resurse plot organizmi, ka resurse pafund. Mund të shumosh ku të duash, mund të shkosh edhe le të themi në qeveri, le të themi truri, se apo jo. Dhe metastazon edhe aty. S'ka problem, ushqehemi ne. Ndoshta do me kalimin e kohës, kjo kërkoj shumë ndjesë po marr një temë të tillë, po se është temë shumë delikate, shumë e dhimbshme, por truri tashmë nuk është më funksional. Është metastazuar. Dhe kjo është domethënia. Pra, një qelizë e cila nuk shumohet, përhapet në çdo organ të mundshëm, një njeri i cili nuk specializohet do të ushqehet ai. Përhapet. Fryma përhapet shumë shpejt. Ka një rol pozitiv për shoqërinë, por ka vetëm konsumator që i merr frytin e tjetrit. Absolutisht. Pra, diagnozë e vendosur. Kemi të bëjmë sëmundje tumorale të metastazuar. Tani, kur shkon pacientit e mjeku, normalisht thotë çfarë do bëjmë tani. Okej, morëm diagnozën, si do ballafaqohemi me këtë problematikë. Normalisht mjeku do thotë, mjeku dhe në Shqipëri, do thotë, kemi këto opsione. Ne të themi terapi, rezatim, radioterapi, pra kemioterapi, radioterapi dhe operacion, pra kirurgji. Sipas situatës apo jo. Por në radhë të parë për të bërë këtë hap, duhet të pranosh që je i sëmur. Pra duhet të pranosh diagnozën. Të thuash që dakord, kam të bëj me këtë sëmundje. Dhe në qoftë se ti e pranon, normalisht ke dy mundësi, të pranosh dhe terapinë ose ta refuzosh terapinë. Në qoftë se refuzon terapinë, besoj se rezultati dihet. Organizmi vdes, shoqëria vdes. Ndoshta shteti, shoqëria vdes. Rasti tjetër, shoqëria pranon terapinë. Thotë okej, në rregull, tani duhet pranoj terapinë. Cila është terapia? Në mjekësi kemi, siç e përmenda këto tre mundësi, pra radio, kemio dhe operim. Kemi edhe trajtimin paliativ, po flasim të zgjidhja. Jo të shoqërimi në momentet e fundit. Shoqëria çfarë duhet bëjë? Shoqëria ka një diçka të bukur, sepse normalisht nuk ka shëndet, nuk merr atë diagnozë, ka luksin, ka dhe mundësinë që të thotë, okej, në rregull, do reagoj. Do reagoj. Nuk vjen nga jashtë. Nuk vjen nga jashtë zgjidhja në këtë rast, nuk merr një ilaç ose nuk rinushtrohesh terapisë ose operimit. Por ke mundësinë që le të themi një herë në 4 vite ti të thuash, unë nuk e dua më këtë, unë nuk e pranoj më këtë, unë e di që kjo po më kalb nga brenda, por unë duhet të reagoj. Me votë. Pra thot në fund shqiptari që unë nuk e dua më këtë gjë. Unë duhet ta refuzoj, unë duhet ta heq. Dhe kjo është e bukur që nuk ke nevojë për kemioterapi, radioterapi e operacione, nuk ke absolutisht nevojë për këto. Ke nevojë vetëm për të pranuar sëmundjen dhe për të reaguar nëpërmjet votës, te kutia e votimit. Ndoshta është aq e lehtë sa që thua po pse nuk ndodh. Është gjë shumë e lehtë. Shkoj votoj. Kaq, mbaroi filmi. Pacienti u shërua. Shoqëria u shërua. Po më duket shumë e bukur kjo si e the. Utopike. Por dhe aq e thjeshtë që ti po thua që kjo masë morale që ka kapur shoqërinë tonë, dhe që po ushqet me tërë energjitë e saj dhe po të vazhdoj kështu e çon në stadin e fundit, ne rruga, terapia më e mirë dhe më themi e lehtë për të realizuar është ajo që mund të bëhet nëpërmjet votës, që do ishte si bombardimi radio, si quhet e tij, pra rezatim, dhe qytetarët e Shqipërisë e kuptojnë që kanë një terapi që mund ta përdorin ata, vetëm duhet ta përdorin. Duhet ta përdorin. Të vënë që qendrë votimi dhe të thonë që unë nuk e dua masën tumorale,
Unë dua të jetoj. Dua të shërohem. Të shërohem. Po, shumë e thjeshtë. Por, je shumë i qartë, unë uroj që ata qytetarë që e dëgjojnë këtë fjalën tënde, i bën dhe të reflektoj. Besoj se të gjithë janë të qartë. Janë të qartë për diagnozën. Po. Për diagnozën. Por nuk pranojnë terapinë. Por terapinë e kanë akoma të paqartë. Kokfor, pacient kokfor, pacient vështirë. Pacienti vështirë. Shumë i vështirë. Tani unë kam parasysh shtresat më të dobta pensionistë për shembull, që me keqardhë e pranojnë që po shtypen, po skllavërohen, dhe kur vjen momenti e kanë të vështirë që ta ndryshojnë dhe të thonë po kjo është masë morale, ne kujtonim se ishte masë e mirë. Pra, e kanë të vështirë që të vend ta luftojnë ata. Dhe po bëjnë një lidhje kot kështu të, domethënë, dhe me një element tjetër, nëse nuk është nëpërmjet votës të ngadalt. Mund të shikohet ti për shembull në këtë ambient shoqëror të sëmur qelizat e shëndetshme, por patjetër, dhe këtu po them, këto qelizat e shëndetshme për shembull, e shikon si një shpresë ti për shembull lëvizjen bashkë që mund të shikohet si një pjesë e terapisë për ta kuruar të sëmorin që është Shqipëria? Unë nuk e shikoj vetëm televizja bashkë. Sepse në fundit lëvizja bashkë përfaqëson një grup të caktuar njerëzish, tani duhet të them për fundizimin që është një parti, por një grup të caktuar njerëz të cilët i bashkon një interes përbashkët, ose një dëshirë përbashkët, ose një ëndër përbashkët. Në periudhë të vërtetë kanë takuar edhe shumë njerëz në Gjermani, goxha, po edhe në Shqipëri. Njerëz të cilët e pranojnë, e dinë shumë mirë që nuk është kjo, nuk është situata e duhur, nuk duan të jetojnë në këtë realitet. Çdo gjë po shkon si mos për keq. Dhe normalisht kur i pyet fundi reago, bëj diçka. Nuk dëshojnë gjë këtu. Këtu nuk dëshojnë gjë. Pra humbja e shpresës. Pra ti jeton në Shqipëri, je normalisht në kontakt me shqiptarët për ditë, unë jo, unë vetëm kur vi në Shqipëri me pushime ose kur takoj ata mjekët e rinj që lanë Shqipërinë për një ëndër gjermane, po edhe infermierët e të gjithë që nuk janë pak, nëse të ishte të vërtetës. E shprehin që nuk jemi në rrugën e duhur, nuk duhet vazhduar kështu. Po ndoshta kanë kujtesën e shkurtër, nuk e di, shqiptari nuk e ka kujtesën e shkurtër. Jo, nuk e ka shqiptari kujtesën e shkurtër. Kur shkon në momentin që do votoj, për shembull, nuk besoj se harron. Po ka diçka tjetër që e pengon. Se drejt që mori nuk është thjesht një kryq, po le të themi para se të vendosë atë kryqin, mendova dhe një çik, rri dhe një minutë tjetër. Nëse mendojnë kështu si e ti, që kemi rrezik jete nga këto qelizat tumorale, dhe është nevojë që të rritet sa vjet i provosh ato ose mos ikin vetë? Jo, absolutisht. Ikim vetë, pra, o do ndërhysh me terapinë radioaktive, apo si quhet e ti, ose me një operacion kirurgjikal që ta eliminosh. Po. Vlen të theksoj se, dakor, unë duhet të them dhe diçka tjetër, se fundit, unë jam mjek, ka dalë nga kjo shoqëri. Ti arkitekt, ke dalë nga kjo shoqëri, pavarësisht se shkolluar jashtë shtetit, në Itali apo jo, në Romë. Po, në fundit, unë kam dalë nga kjo shoqëri, mësuesi ka dalë nga kjo shoqëri, gjykatësi, juristi, polici, administrata e të tjerë ka dalë nga kjo shoqëri. Pra, është produkt i kësaj shoqërie. Dhe do zënë normalisht edhe një post të caktuar. Do marrë një funksion, do specializohet ajo qeliza. Dhe në thelb, pra, ne shikojmë vetveten. Kur shkon ti në një zyrë, nuk me shërbim, shqiptar është ai. Kur shkon në spital, mjeku, infermieri, e të tjerë, shqiptarë edhe ata. Do shkosh te mësuesi aty, sepse ke fëmijën ose ke nipin, e do thuash shqiptar është ai. Edhe ai do japi shërbim, po, shqiptar është ai se nga një njëjta shoqëri kemi dalë. Pra, në qoftë se do themi që pse është kjo rezultat, pra është rezultat i kësaj shoqërie. Është ndërgjegjësuar kjo shoqëri, nuk e di, ndoshta edhe po. Por ka frikë, druhet.
e pengon diçka, e pengon ndoshta edhe një frikë. Ndoshta ka frikë të reagoj. Mund të ketë frikë të reagoj, ndoshta ka frikë nga ndryshimi. Ndoshta thotë pse jemi mirë, se ndoshta diagnoza është e gabuar. Si mjek, si do ta nxjisë ti ta marrë atë kurrën e dur? Ndërgjegjësimi. Unë kur kam pacient i them shpresën e ke. E ke shpresën. Shpresa ka këtë lloj emri. Terapinë e caktuar. Tani në analogji në shoqërinë tonë e kemi një shpresë. Madje në zgjedhjet e 11 maj kishte 3 opsione, 3 shpresa le të them. Jo një, 3. Dhe shqiptarët reaguan, me thënë përgjithësisht së vërtetë shqiptarët reaguan. U dhan disa shuplaka. Nuk ishin 1 milion, po ishin disa. Nuk ishte 0, nuk ishte 1. Ishin disa shuplaka, pra disa njerëz që ndoshta dhe u thelluan, ndoshta edhe pranuan të vërtetën dhe thanë nuk duhet jetuar më kështu. Pra, në qoftë se unë bëra një zgjedhje, thash, ok, kjo shoqëri do të ndryshohet, thash, ok, një ditë bukur vendosa ta antarësohem. Por atë ditë që unë antarësova, Televizja Bashkë nuk ishte një ditë do si do. Ishte një ditë që lë shumë pas se vendimi që do iki në Shqipëri. Pra analizova, i pash dhe partitë e tjera, dhe gjeta veten në disa momente të caktuara, disa ndoshta edhe nuk më binin, disa më zhgënjyen, dhe thash, ok, në rregull do vazhdoj te Lëvizja Bashkë. Dhe në atë moment vendosa të kontaktoj dhe ta mbështes për një ndryshim. Se fundi në qoftë se nuk vjen nga brenda, nga shoqëria, nga kush do vi. Patjetër që nga brenda do të vi. Absolutisht. Dhe unë këtu bëj një lidhje prapë me atë për fat keq është shumë e shprehur në komunitet që dëgjojmë që do vi mrekullia nga jashtë, ose do vi lideri që do bëj mrekullinë në shpejt gjithë. Siç mund të ishte ajo mrekullia që një pacient me stad terminal, ti me një incizion kirurgjikal ta heqësh atë dhe ta shpëtosh. Kjo që është pothuajse pamundur apo jo. Kështu që dhe shoqëria shqiptare mos të presë në zgjidhje mrekulli apo në një operacion kirurgjikal që ta shpëtojë nga dita në ditë, por të zgjohet dhe të vazhdojë terapinë e saj, të reagojë nëpërmjet votës, nëpërmjet zërit të protestës, zërit kundër. Kjo do të jetë ta refuzoj së pari të keq. Absolutisht. Shoqëria shqiptare ka treguar që reagon. Ka treguar. Por do të reagojë më fuqishëm se s'ka mjaftuar le ta amplifikojmë atëherë. Le ta çojmë zërin te njerëzit e tjerë. Ne të themi njerëzve që nuk është çështja që nuk ka shpresë. Jo, shpresë ka. Në atë parë duhet ta kërkosh, edhe nëse ti e shikon, duhet ta pranosh. Ajo ekziston, ajo është aty. Dakor, ndoshta asgjë nuk është e përsosur, absolutisht kush është i përsosur në fund. Ja, patjetër. Atëherë fokusohu te gjërat e mira dhe përpiqu t'i arrish. Dhe me këtë që po thot ti që të paktën këtë temë sot tani ne e mbyllim dhe me diçka pozitive. Unë do doja ta mbyllim me diçka pozitive. E shikon ti të mundshëm kthehemi në rikthimin në Shqipëri dhe çfarë do ta bënte diçka të tillë të mundshëm? Ka realisht shumë mjek që janë kthyer në po, ekzistojnë. Mos përmendim emra se fundit të gjithë ata që në pozitive se unë kam dëgjuar vetëm që largohen, që kthehen, nuk e di. Po, raport 1 me 100, ndoshta 1 me 1000. Aha, okay. Pra, në 100 mjek që largohen, ndoshta edhe njëri kthehet ose. Okay. Se ndoshta edhe në 1000. Po ka mjek që kthehen. Në fakt nuk kthehen sepse u bë më mirë. Në fakt u kthehen për arsye familjare. Ma ata që kam takuar janë kthyer më shumë për arsye familjare. Po nëse një mjek do kthesh, normalisht do kthesh në vendlinjen e vet, do kthesh në familjen e vet. Familja është një gravitet shumë i fortë. Të thithë. Po. Shneku nuk po afrohet. Gjithë ky gravitet. Gjithsesi, kanë vendosur që të kthehen për arsye të ndryshme, por nëse unë do kthesha një ditë, atëherë, unë në atë parë do doja le të jemi dhe çik pragmatist në të menduar. Ne do kushtet e punës si në Gjermani. Jo domosdoshmërisht rroga, po edhe rroga luan një faktor. Po, edhe rroga duhet të jetë e tillë. Po në atë parë unë do di që kur të dal nga shtëpia, e di se si do shkoj te puna, te spitali. Kur të shkoj në spital,
pasi rruga nuk më ka shtuar absolutisht, pse të ngjesëm trafik. Pse të lodhem unë çfarë makine do hipa të një autobus apo hipa të një tjetër se jo të gjithë lindën me makinë. Në vajte në punë, takova kolektivi normalisht janë persona si puna ime, që duan të bëjnë mirë, duan të shohin pacientin në fund të ditës, se është kënaqësi shumë e bukur. Është kënaqësi shumë e madhe të thuash që trajtova një pacient, pra që ti atë një ditë e pe në spital ose në urgjencë dhe pas një muaji shikon duke kaluar rrugë, duke bërë xhiro. Kënaqësi e paparë. Pra unë duhet që të kem unë, ndoshta edhe shumë mjek të tjerë, ndoshta mendoj si unë, pra duhet që të kem ato kushte mjekësore, ato kushtet e punës, duhet të kem një higjen, duhet të kem për ata që portojnë të gjithë shkallën të kenë një ashensor, jo si poliklinika e Fierit që nuk ka ashensor, që duhet ngjitesh 3-4 kate, se unë dhe ti ngjisim, po që dikush tjetër nuk e ka mundësinë, një mundësi që ta ofron dhe lokali përballë, ka ashensor. S'është gjë e madhe. Ka të dytë, ka të tretë. Poliklinika e Fierit nuk e ka. Pra unë duhet të kem të gjitha më ndihmoj me fjalë shqip facilitetet, të gjitha lehtësirat. Që unë kur të shkoj në punë, të mos e vras mendjen për hallet e përditshme. Në momentin që unë, le të themi, vajta në punë dhe përvesha përpasën, unë do kryej vetëm atë detyrë dhe nuk interesohem për gjëra të tjera. Sepse e di që nuk më streson asgjë tjetër, do të fokusohem te pacienti. E di që kam terapitë, diagnostikën e mundshme, e di që nëse do dua një skaner, nuk do të them shko te farmacia përballë të marrësh atë lëndën e kontrastit si themi në gjuhë shqipe, ose do të shkosh te klinika private përballë që të bësh skanerin ose të bësh ekon e në shpishur skaner, shpishur nuk ka drita, gjëra skandaloze, dhe në momentin që unë e di që jam zgjedhur këto gjëra, pse mos të vi? Në momentin që unë e di që do jap një recetë, do them kjo receta ka këtë lloj, do thon ky ilaç të bën punë ty. Nuk më intereson mos e vajte ti të gjetet te spitali, te farmacia përballë. E ke te farmacia e spitalit. Nëse farmacia e spitalit i ka ato ilaçe, ai do marrë terapi dhe unë do punoj si mjek. Nëse unë e di që unë do jap një recetë, e cila nuk ekziston te farmacia e spitalit, sepse farmacia e spitalit ka vetëm një lloj antibiotiku, sepse ashtu dha tendre punë të tjera, unë normalisht nuk do punoj dot. Do zjem me pacientën, do ndihemi pa kënaqur, pacientët do të fillojnë të ankohen, të dalin në televizore, do bëjnë skandal, tani vjen keq. Në këto kushte askush nuk do të punoj. Mjeku jo. Po as mësuesi do të punoj në Jo, patjetër, por meqense flasim për mjekësinë, pra ti po thua, pikë së pari kushtet e punës. Absolutisht. Që mjeku të lejohet, të mundsohet të bëjë mjekun, dhe jo atë që zgjidh pjesën e mungon ilaçi, apo mungon analiza, apo është prishur kapaciteti, apo të bëjë dhe të detyrohet për arsye ekonomike pastaj, ose për arsye sepse ashtu të nxit të ambientin ynë, të përfundojnë të shkojnë më tepër interesin atij të analizave, të lekut, sesa të pacientit. Pra, të mundsohet të bëjë punën e mjekut, kjo është aja, dhe pasi patjetër që të ketë një kompensim ekonomik. Mjeku nuk zgjohet në mëngjes për të bërë korrupsione, të kuptojmë qartë. Mjeku, infermieri dhe kushdo që punon në spital nuk zgjohet me atë qëllim që ti vë, po ka ndoshta edhe të tjerë, ka një mjek të tjerë, ka njerëz janë ata fundi, antar të shoqërisë Sonja. Pjesë e shoqërisë Sonja. Po asnjë mjek dhe infermier nuk zgjohet që të më fal, që të bëjë gjova. Jo, absolutisht, ai do që të bëjë punën e vet. Afër kushtetit. Pse shumë mjek shkojnë në spitale private? Pse shumë mjek hapin klinikat private? Di pse? Sepse e bëjnë kushtet e punës siç duan ata. Sepse ata duan që të ketë rregull, sepse duan që të ketë një ambient që unë të shkoj në punë dhe e di që kam rregull aty, e di që kam le të them sekretaren ose recepcionin, që më organizon më ashtu siç dua unë, që të di unë nëse dua unë një analizë, t'ja jap analizën, që të di nëse kam nevojë për një eko, për një ekopaku, ekozëmre, spirometri për mushkrit, për një rezonancë, për një skaner, i kam aty. Spitali, paradoksalisht, spitali privat i ofron. Nëse do më thuash ti mua tani spitali privat është më i pasur se shteti. E këtë përgjigje sa jap dot. Sepse nuk mund të jetë spitali privat më i pasur se shteti. Duhet të jetë se ka kapacitet. Po nuk ka logjik, pa të ketë kapacitet nuk ka logjik. Sepse një pacient, se na ndodhin të tërë, një pacient vjen, vizitohet, unë si mjek i them, ke nevojë për këtë ilaç. Vjen infermieri nuk e ka. Ke nevojë për një kateter, po e marr në rastin më të thjeshtë. Kateter spitali nuk ka. Pacienti do shtrohet. Pacienti do ri për një se nuk mundi të thotë pacienti lëvizi këtë banjë, nuk ka mundësi ai.
Ai ka nevojë për një kateter, nuk ka. Ikte farmacia privatësi. Farmacia përballë private ofron diçka që nuk e ofron farmacia e shtetit. Tani vetëm budallësi se jemi. Nuk ka ilaç. Të sjell familjarin nga jashteti, sjell familjarin nga jashteti ilaçe. Pse? Sepse shteti nuk i ka këtë, shteti i shumë mirë, mjekët i dinë, mjekët lexojnë, hapin protokolle, shkojnë edhe jashteti edhe dëgjojnë. Por kthehen këtu edhe pastaj po kështu që nga realiteti. Po kështu është realiteti. Realiteti që në fundit shqiptari deshin. Se desha unë, okej, e deshin shumë se unë. Okej, më mund demokraci. Por unë dhe quaj paradoksale që një shqiptar të doj këtë lloj gjëje. S'ka, është e papranueshme. Doktor, kemi pafund më bisedojmë për mjekësinë dhe problemi që ka shëndetësia pafund. Me këto që po thua ti mua më lidhi dhe prandaj se po fundo lidhim ndërkohë në mendje diçka që më duhet absurde në Shqipëri, që ti ndesh ose vete për hallin tënd në një institucion mjekësor privat dhe atë e gjen me disa rrugicave që me zi po gjen hyrin e pallatit dhe ngjisesh në filan kat dhe aty që nga spitali. Pra, ti hyn njëjtën objekt me qytetar një vetë që shtëpi vet dhe kati ka që është nësori që nga spitali. Pra, ke sa standarde, sa kushte. E ke të rruga përballë. Ne e kemi shëndetësinë, e kemi futur në treg të lirë të parregulluar dhe vetëm rregull është përfitimi me çdo kusht. Se sa dëm po thon shoqëria jonë dhe njerëzit e pjesa më e dobët, tek saj e din vetëm qytetarët kur i zahalli. Sepse shteti ka mbyllur sy dhe është bërë pjesë e kësaj skeme të madhe të vjedhje dhe vetëm vazhdon në këtë drejtim. Kështu që ne urojmë që duke ushtuar njerëzit që ngrenë zërin, që i evidentojnë problemet, të fillojmë dhe të përdorim edhe terapinë që t'i the nëpërmjet votës që t'i vëm presion dhe t'i lëshojmë lira. Po. Reflektimi. Ishte kënaqësi që ta bënim të bisedë bashkë. Dhe unë uroj që kur të bëjmë bisedën e ardhshme, ndoshta kemi dëgjuar në një lajm më të mirë nga mjekësia, kështu që të komentojmë edhe ndryshimin në një zhvillim pozitiv, jo vetëm kritika, po të kemi edhe vërejtje pozitive. Patjetër, me kënaqësi.